Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia ka pritur në selinë e Partisë Demokratike Shkodër ambasadorin Lamberto Zanier. Shefi i misionit të OSBE ODIHR për zgjedhjet e 11 maj dhe ekipin e tij të këshilltarëve dhe ndihmuesve. Në fokus të diskutimeve ka qenë klima zgjedhore në qarkun Shkodër, me theks tek problematika serioze që lidhen me përfshirjen dhe ndikimin e krimit të organizuar, parave të pista që vijnë nga aktivitetet e paligjshme, përdorimin politik dhe presionin mbi administratën, mass median dhe përpjekjet e mazhorancës për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Pahia theksoi në fjalën e tij se shqetësim serioz mbeten mungesa e hetimeve dhe ndëshkimit të krimit zgjedhor, përtej denoncimeve të shumta që janë bërë me prova të pakontestueshme. Partia Demokratike është angazhuar për një garë të ndershme, transparente dhe me fokus tek qytetari dhe do të bëjë gjithçka për të mbrojtur votën e lirë. Fushata në Shkodër është e bazuar në program shpresë dhe bashkëpunim me qytetarët dhe ata shprehen të vendosur të mbrojnë çdo vot më 11 maj. Kështu e mbyll fjalën e tij Pahia. Ai kërkoi ambasadorit Zanier dhe misionit të OSBE ODIHR angazhim maksimal për të parandaluar çdo masakër tjetër zgjedhore që minojnë procesin demokratik dhe do të ishte një goditje e fortë për aspiratën europiane.